Normalisht mbas 6 pikëve minus gjatë pjesës vjeshtore, unë shpesoja rikuperimin, por ndoshta nuk e shpesoja se do rikuperojmë kaq shpejt, për kaq xhiro, por do të jemi realist që kemi bërë në mirë deri në këtë moment. Kemi me sa di unë 7 fitore dhe një barazim, edhe atë barazimin e kemi në sekondën e fundit, kështu që në përgjithësi jam i kënaqur me situatën. Normalisht duhet të qëndrojmë me këmbë tokë dhe gjithmonë të mundohemi të bëjmë më mirë e më mirë. Kjo situatë është dashur nga gjithë që punojnë në Shkëndijë dhe tifozët. A është tash momenti për pikërisht të që thuash me këmbë në tokë një restart? Të fillojmë nga fillimi, mos lejojmë tash vetes kur me kaq mund të arritëm të vim në këtë situatë kur varet gjithçka nga ne. Keni drejt, Shkëndija është një skuadër cilësore dhe tani gjatë kësaj pauzës do kemi 7 futbollistë në kombëtaret respektive, të vendeve të tyre. Kemi edhe lojtarë të ri që janë kombëtare dhe ne duhet të rifreskojmë skuadrën, të jemi në qetësi, akoma nuk kemi arritur asgjë, vetëm jemi me pikë barabarta me Vardari. E rëndësishme është dhe kam shumë besim që edhe fushat më të tjera do jenë më të mira për shkak se sot fusha për hir të vërtetës nuk përmbush asnjë lloj standardi për lojë të ligës parë dhe ndikon shumë edhe te rastet që kemi për shkak se momentin e goditjes fundit topi kërcen nuk jep stabilitet. Megjithatë besoj që duhet të mbyllim takimin më herët, kishim shumë raste, por më pëlqen karakteri, më pëlqen grinda, më pëlqen edhe situata që gjithmonë në pjesën e dytë jemi një skuadër tjetër. Flasim pak për ndeshjen e sotme, thonë gur bëhet mur, minimale, por e rëndësishme, i kënaqur që arritëm objektivin, realisht nuk shënuam atë gol të dytë, por nuk është se na rrezikoi kundërshtari, përveç minutave të para ndoshta të takimit. Normalisht i kënaqur, por nga ana tjetër i mërzitur dhe më shumë edhe mos besues në aspektin që nuk kam idenë se nga gjithë këto raste si mund të humbim gjitha, kështu që do të jemi më cinik në aspektin e shfrytëzimit të rasteve, kurse sa i përket skuadrës edhe me disa rotacione, edhe me disa mungesa të lojtarëve shumë të rëndësishëm, ne gjithmonë jemi shfaqur mirë gjatë pranverës. Unë e shoh moralin e skuadrës shumë lart dhe kjo është shumë e rëndësishme, shoh një grup bashkuar, normalisht gjatë rrugës paraqiten edhe probleme, por e rëndësishme është që Shkëndija të fitojë dhe pastaj me fitore, edhe grupi ka më shumë ngrohtësi, edhe atmosfera për punë është më e madhe, edhe suporti nga tifozët është më i madh normalisht. Ne kemi besim dhe normalisht duke u bazuar në kualitetet tona, edhe ne edhe mund të bëjmë një lloj premtimi që të luftojmë deri në momentin e fundit të gjitha 9 ndeshje që kemi, të japim maksimumin dhe kjo është më e rëndësishme. Pastaj tjetra do shohim si do përfundoj kampionati.